shenja binjakëve. Po flasim për shenjën e binjakëve. Shenja binjak sondohet nga planeti Mërkur. Mërkuri është planeti komunikimit tek ata, i sugjerimeve, i lëvizjeve të zgjuarësisë që ka, dhe do ke një komunikim të rrjedhshëm tek binjakët. Sa përket tek binjakët, ju doni të ndryshoni egon tuaj, jeni lidhur mbas mendimeve që keni mbartur në mendjen tuaj, jeni të paqartë në vendime, po gjithsesi shikoj që keni një pjatë të artë mbas krahëve dhe në këtë kohë po ngjiteni binjakët. Sa përket tek binjakët, e shikoj që jeni e paqartë në mendime, kërkoni që të ndryshoni egon tuaj, paraqitjen që keni si në shpirt dhe në dorën tuaj, keni një pjatë të artë që e keni mbas shpine, kjo ndikon dhe tek mendimet dhe tek ardhmëria juaj, po gjithsesi shikoj që do ja dilni mban në këtë kohë, sado që keni mendime të gabuara për vetveten ose më saktë për arritjen tuaj. Shikoj që mbani stres në vetvete, mbani stres nga qëllimi që keni të paraalizuara qëllimet, jeni lidhur në shumë mendime, jeni lidhur nga persona që ju rrethojnë, persona negativ. Shikoj që energjia tek ju në këtë kohë është e shtëruar, po gjithsesi në vazhdimsi mbas ditëve të javës, shikoj që keni zgjidhje, keni persona të tretë që ndikon për mirë tek ju dhe ju jap një dorë zgjidhje. Binjakët, femrat i kanë të përcaktuar mendimet e veta dhe qëllimet e tyre dhe pret kohën të vendosi çfarë do bëj. Binjakët janë të paqartë në vendime. Shikoj që kanë dy miratime, kanë dy drita që i ndriçon mendjen e tyre. I shikoj pak shëndetin që e kanë pak jo të mirë, po gjithsesi janë të vetëdijshëm për planet e tyre, për mendimet e tyre dhe çfarë i pret tek ato. Kanë shumë intuitën e fjalës dhe intuitën e mendjes, kanë hapa të sigurta dhe në këtë kohë shikoj që pjesa e tyre e menaxhimit të punës dhe të fjalës dhe të biznesit të tyre është pak si ndaluar. Gjithsesi mbas pak ditëve ato kanë një menaxhim të ri tek biznesi i tyre. Binjakët i kanë hapa të sigurta në këtë kohë, kanë planetin e hënës që i ndihmon dhe ndikohet tek ato. Çdo pjesë që ato miratojnë kanë arritje edhe në punë dhe në biznes dhe në familje. Shikoj që kanë ndryshime të reja dhe kanë një pjatë të artë përpara vetvetes. Pjata e artë simbolizon shumë krenari tek ato dhe shumë fitore. Sa përket femrave, femrat janë pak të paqarta në mendime, ka një simbol që vendosin drejtësinë në vetvete dhe vendosin një forcë, dhe vendosin forcën e fjalës dhe kanë besimin. Tash mendojnë që të ndryshojnë gjërat e tyre si me shkop magjik dhe mendimet i kanë të qarta si për tek dashuria, si tek pjesa e punësimit, si tek pjesa e shoqërisë sociale. Mendimet dhe financat tek binjakët. Sa përket financat tek binjakët, shikoj që financat janë të mjaftueshme, po shikoj që keni edhe shumë harxhime, keni harxhuar në këtë pjesë kohë dhe po mendoni të mblidhni gjithçka çfarë keni, çfarë ju ka ngelur si pjesë financash dhe të miratoni planet të reja. Shikoj që keni një udhëtim, dhe udhëtimi është si i mbar për ju dhe keni si shtim financash, keni programe të reja dhe këtë gjë ju e bëni vetëm për vetëm, mbani sekrete, nuk para tregoni çfarë do bëni në këtë pjesë kohe. Sa përket personave tek binjakët, shikoj që kanë projektuar shumë mirë planin e tyre, kanë pentakulën e fatit që i ndihmon, janë domethënë të përbashkëta dy kulla dhe janë mes dy kullave që qëndrojnë fort dhe kanë një tapet të artë që formalizojnë shumë pjesë të tyre fitore. Kanë dy programe, dy pentakula fati që tek ato japin domethënë shumë drejtësim jete tek pjesa e binjakëve. Çfarë mesazhi do përcjellet tek binjakët? Tek binjakët e shikoj që mbani pak stres në vetvete, keni kokën e ulur dhe mendoni gjithmonë që fitorët që keni programuar dhe
pjesa e yjeve ju ndihmon dhe ju ka qartësuar në mendime, po mendoni gjithmonë që arritja që kemi fituar dhe keni frikë nga mposhtja, keni frikë nga personat që sugjerojnë si me tradhti, po ju do e arrini këtë pjesë kohe, sepse keni menaxhimin e trurit, të mendjes dhe keni intuitën shumë të fortë. Kujdes nga diçka që keni arritur dhe mos e humbni në këtë kohë, gjithsesi duhet keni pak sugjerime në ditën e vazhdimsi, se pjesa që keni ndërtuar keni pak si luhatje, sikur grindeni ose pak humbje tek pjesa e financave ose tek pjesa e ndërtesës që keni. E shikoj që do preteroni në këtë kohë, do arrini shumë sukses, saqë do kënaqeni me pjesën e suksesit tuaj dhe gjithsesi mbani fronin e mbretit.